falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë, i kërkojmë ndihmë Allahut të na ruajë nga e keqja e vetvetes sonë dhe e keqja e punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb, e atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Allahu Azza wa Jall thot në librin e tij: o ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë, e mos t'ju gjej vdekja vetëm si musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, i cili u krijoi nga një palë vetme, Ademi alayhis salam, pastaj prej tij krijoi palën tjetër, pasurin e tij Hawa, edhe nga këta të dy më vonë erdhën shumë burra dhe gra. Keni frikë Zotin tuaj me emrin e të cilit përbetoheni, ruajeni farefisin, se Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall: o ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta, që Allahu t'ua rregulloj punët tuaja, t'ua fal gjunahet tuaja. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të Allahut, ka fituar me një fitore mjaft të madhe. E me tej, sikurse kemi lajmëruar vëllezër edhe në hutben e kaluar, që do të ndalemi me lejen Allahut Azza wa Jall në një seri hutbesh rreth të dërguarit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, më të mirin e njerëzimit, më të dashurin Allahut Azza wa Jall, më të zgjedhurin, që ne e kemi detyrë ta besojmë, ta nderojmë, ta pasojmë, ta ndjekim, të jemi në rrugën e tij, të marrim shembullin e tij, edhe ta duam atë më shumë se ç'duam vetët tona, familjet tona e çdo gjë tjetër në këtë botë. Kështu që është më se e kërkueshme që secili prej nesh ta njohë mirë të njeri, ta njohë mirë të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam, ta njohë mirë pra që ai të jetë në nivelin e duhur përballë kësaj figure kaq të madhe në këtë dynja, por që të jetë edhe komod pastaj në varrin e tij kur do të pyetet për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do të flasim shkurtimisht me lejen e Allahut Azza wa Jall në këtë hutbe për 40 vitet e para të jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. 40 vite përpara se ai të zgjidhej si profet, si dërguar i Allahut Azza wa Jall, të cilat janë edhe ato vite të rëndësishme, pashka se diskutohet që rëndësia më e madhe e jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ajo e profecisë, pra që vjen pas 40 viteve deri në vdekjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, para se ai të dërgohej, siç e dim dhe siç na e ka treguar vet ai, Allahu Azza wa Jall thot se e kish mallkuar gjithë tokën, përveç se disa pakica nga hithtarët e librit. Çfarë do të thotë e kish mallkuar? Pra njerëzit ishin larg Zotit, ishin larg Allahut Azza wa Jall. Te këta ishte përhapur idhujtaria, adhurimet e kota, besimet boshe, besimet e gabuara. Njerëzit pra nuk kishin të pastër në lidhjen e tyre me Allahun, me krijuesin e tyre. Përveç disa pakica nga hithtarët e librit, pra pak nga të krishterët, të cilët e ndiqnin fenë e Allahut Azza wa Jall si duhet. Pra ato ishin një pakicë e vogël. Prandaj kishte ardhur koha që Allahu Azza wa Jall të përgatiste robin e tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të ishte ai më pas shpëtimtari, që t'i nxjerrte njerëzit nga errësira e padyturisë në dijen, në shpalljen e Allahut Azza wa Jall, nga padrejtësia e madhe që bën njerëzit në adhurimin e gjërave të kota, në atë që është obligimi më i madh, adhurimin e Allahut një të vetëm. Dhe Allahu Azza wa Jall
e përgatit profetin e tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam për gjatë këtyre 40 viteve. Së pari lindja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti jon Muhammed lindi në Mekë, aty ku ishte edhe Qabja, shtëpia e Allahut azza wa xal, që e kishte ndërtuar stërgjyshi i tij Ibrahimi alayhis salam bashkë me Ismailin, por ajo nuk ishte mbetur më në atë gjendje që ishte në kohën e tyre. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam lindi në Mekë në vitin e elefantit, sepse kështu Mekasit i llogarisnin vitet apo kalendarin e tyre sipas ngjarjeve të mëdha që kishin ndodhur pra në atë jetën e tyre të thjeshtë, që përkon në vitin 571 me 22 prill, ose me datën 9 Rabiul Awwal, sipas mendimit ndoshta më të afërt të dietarëve, por disa të tjerë thonë me 12 Rabiul Awwal të ditës së hënë. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam lindi jetim, sepse babai i tij kishte vdekur para se të lindte ai, dhe kujdesarin e tij pra e kishte nëna e tij, Amina, bia e Wahibit. Nëna e tij Amina, sikurse të gjithë arabët në atë kohë e kishin tradit që fëmijët e tyre të vegjël t'i çonin jashtë Mekës, në periferi të Mekës, sepse edhe e kishin tradit që t'ia jepnin gjithënësve, pra disa grave të tjera që do të ushqenin fëmijët e do të kujdeseshin për to në mënyrën më të mirë. Për shkak se në Mekë mund kishte smundje e çështje të tjera, duke qenë fëmia, si themi ne, në fshat apo në shkret të tjerë, në periferi, atje ku çdo gjë është më e mirë, atje ku ajri është më i pastër, atje ku gjuha arabe është më e fortë, më e kulluar, edhe fëmia do të bëhej i fortë fizikisht, por i fortë edhe nga aspekti gjuhësor. Edhe kështu që e dërgon nëna e tij Amina tek fisi Beni Saad, dhe ato e merr një grua që quhet Halima. Ajo ushqen, me jep të pi gjithënie siç i jepte fëmisë së saj. Pra ishte një familje e varfër, mirë po me ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ata e pan qartë begatin që i kishte dhënë Allahu azza wa xal këtij fëmie, dhe e pan qartë për kujdesin që Allahu azza wa xal kishte ndaj këtij fëmie, dhe kështu që e zgjatën afatin e gjithënjes nga 2 vjet e çuan në 4 vite. Por në krye të 4 viteve ndodhi një ngjarje pak e çuditshme dhe vështirë për këtë familje, sepse fëmijët e vegjël që rrinin me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam një ditë erdhën me nxitim tek ajo dhe i thanë: Muhamedi u vra. Siç tregohet nga profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam me transmetime të sakta, aty ka ardhur meleku i Allahu Gjibril, edhe e ka shtrirë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra kanë ardhur 2 burra me rroba të bardha, kështu i pan ata fëmijë. E shtrin dhe i hapën kraharorin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i nxorën zemrën e tij, edhe hoqën prej saj një cop gjaku dhe thanë që kjo është pjesa e shejtanit, pra tu ku ka ndikim shejtani, dhe ja pastruan atë me një tas ari me ujë zemzemi, që pas sa ngjarje me shejtani nuk do të kishte mundësi të bënte diçka të keqe tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nga frika e kësaj ngjarje, kjo gjithënse pra që u kujdes për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga frika e ktheu atë tek nëna e tij e dashur, tek Amina në Mekë. Dhe u kujdes nëna e tij derisa arriti moshën 6 vjeçare, pastaj ndërmori me të një udhëtim për në Medinë, o në atë kohë quhej Medina Yathrib, atje ku ishin dhe dajat e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por që edhe në Medinë, siç e dim,
kishte vdekur dhe ishte varrosur edhe babai i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kthimit nga ky udhëtim në rrugë e sipër, vdes edhe nëna e tij Amina. Edhe është e njohur ajo vdes në një vend Abwa, quhet midis Mekës dhe Medinës, ku transmetohet se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një prej udhëtimeve të tij ka qëndruar në një vend edhe ka qarë shumë. Edhe sahabët radiallahu anhum e pyetën, ai tha që tu është varri i nënës time Amina, unë i kërkova Allahut azza wa jall leje që ta vizitoj varrin e saj, ai më lejoi, edhe i kërkova Allahut që t'i kërkoj falje Allahut për të, por nuk ma lejoi. Pra që tregon se nëna e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me gjithë afërsinë që kishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të, nuk konsiderohet besimtare, sepse ajo ishte në fen e të parëve të saj, pra në fen e Mekasve që ishin në idhujtari, dhe akoma profeti Muhammed nuk ishte bërë profet, që ajo ta ndiqte. Pra kjo tregon dhe rëndësinë e madhe që ka udhëzimi. Kështu që ti musliman, nëse Allah të ka mundësuar të jesh në fenë e tij, në adhurimin e Allahut një të vetëm, duhet ta falënderosh shumë Allahun azza wa jall për këtë zgjedhje, sepse sa shumë njerëz sipas logjikës tonë, pra do të ishin meritor për këtë islam, po ja që se kanë. Kurse ty Allahu azza wa jall ta ka dhuru, Allahu të ka mundësuar që të jesh në këtë fenë, në fenë e tij. Pra të ka mundësuar që ti kesh mundësi të shpëtosh, që të falesh, që dikush tjetër për ty të kërkoj falje. Ndërkohë që për nënën e tij, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi që të kërkoj falje. Pastaj e merr kujdesarinë e profetit sallallahu alaihi wasallam gjyshi i tij Abdul Muttalib. Gjyshi i tij ishte shumë i kujdesshëm për profetin Muhammed, shumë i ndjeshëm. Ai kishte autoritet të madh në Mekë, ishte njeriu më autoritar. Nga fëmijët e tij askush nuk guxonte që të afrohej tek ulsja që ai ulej, për shkak se e nderonin shumë, përveç se profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin ai e lejonte sepse e donte shumë dhe e vlerësonte dhe kujdesej për të më shumë dhe se sa fëmijët e tij. Mirë po, edhe gjyshi i tij Abdul Muttalib nuk jetoi më shumë gjatë pas nënës së profetit Muhammed Amina, vetëm se 2 vite. Pra dhe kështu që në moshën 8 vjeçare vdiq gjyshi i tij Abdul Muttalib, dhe që ja la amanet porosi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, djalit të tij apo xhaxhait të profetit Muhammed, Abu Talib. Abu Talib u kujdes dhe ai më së miri për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç do të vijë edhe më vonë. Jo vetëm pra në momentet e para të fëmijërisë, por deri sa ai pati jetën, pra deri në fund të jetës së tij, u kujdes për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por kur ai ishte fëmijë, kujdesej akoma më shumë. I jepte përparësi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe ndaj fëmijëve të tij. Edhe pse gjendja e tij ekonomike nuk ishte e mirë, ai përsëri kujdesej shumë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Madje ai pothuajse nuk e lente vetëm kurrë profetin Muhammed. Saqë thuhet kur ai pati një udhëtim për në Sham, në serinë e sotme, e mori profetin Muhammed me vete. Tu vëllezër besimtar, siç e kuptoni, ne po ndalemi në fragmente të shkurta apo më kryesore të kësaj periudhe të jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të kësaj periudhje 40 vjeçare. Në këtë udhëtim, kur ata arrin në qytetin e Busras, që është një qytet pranë në Sirisë së sotme, aty u ndalën në një manastir. Aty pra kur kishte prezencë, ku qëndronin disa murgjër dhe priftërinj. Dhe një prej tyre që quhet Bahira, i cili pothuajse nuk dilte kurrë, pra që sa karvan kalonin aty, sa njerëz kalonin, ai nuk dilte për shemb që të kujdesej, ti mikpriste apo domethënë ti drekonte, ti jepte diçka. Jo se nuk donte, por dhe ishin njerëz që dedikoheshin në adhurim, rrinin aty te tempulli i vet, te adhurimi i vet, dhe nuk donin përzierje në lloj njerëzish. Mirë po në këtë rast ai doli më një herë. Doli edhe e pyeti këtë karvanin arab dhe kërkoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte djalosh i vogël, në këtë dhe tha,
ky është zotëria i gjithë botrave, ky është i dërguari i Zotit të botrave dhe Allahu këtë e ka dërguar si mëshirë për gjithë botën. Ata u habitën, arabët. I thanë, ku e di ti këtë? Thot, ju sa po dolët thot në këtë kodrën, nuk mbeti gur, pemë, pa rënë, pa u përullur para ti, dhe kjo nuk ndodh, dhe pra ata nuk e bëjnë vetëm se për një profet. Kështu që ai mikpriti ata, u kujdes për ta, dhe në fund i tha, unë ju them që ta kthini të fëmijë në Mekë, se kam frikë nga jehudët edhe romakët në Sham, mos i bëjnë diçka të keqe, edhe kështu thuhet që xhaxhai i tij Abu Talib e ktheu profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Kur ai ishte pra djalosh sapo ishte rritur, një nga punët që ka bërë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po themi edhe të rëndësishme gjatë kësaj kohe, ishte edhe të qenurit bari. Profeti jon Muhammed thot, ma min nabiyin illa wa qad ra'a al-ghanam. Nuk ka profet vetëm se ai ka ruajtur delet. Ka qenë bari delesh. Për këtë edhe profeti jon Muhammed thot, edhe unë kam ruajtur delet në për disa monedha të pakta të disa prej mekasve. Pra. Ka ruajtur delet sepse ishte edhe jetim, nuk kishte shumë mundësi ekonomike, ai ishte detyruar që të ruante delet, por jo vetëm kjo ndoshta ka qenë, jo ndoshta, por ka qenë nga urësia Allahut azza wa xal që ai të ruante delet. Pra sepse kjo është një detyrë fisnike që i mëson shumë njeriu. I mëson se si ai të jetë i kujdesshëm, i mëson se si ai të jetë i vëmendshëm, i mëson se si ai do mund të jetë i përkushtuar, i mëson se si ai do mund të sillet me një turm apo për të qenë edhe i gatshëm pastaj më pas që do të sillej akoma më mirë edhe me njerëzit. Gjatë kohës që ai ishte, po themi, i ri apo i vogël, si çdo njeri normal që ka atë dëshirën që të përjetoj gëzime apo të argëtohet, kështu thot i ka ndodhur dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam një herë. Ndërkohë që ai ruante delet me shokët e tij, i kërkoi leje atyre që ata t'i runin, të kujdeseshin për delet e tij, se tha unë po zbres në Mekë që të argëtohem sonte. Dëgjoj diçka që të kënaqem, gëzohem. Kështu që kur afrova, thot, në Mekë dëgjova zërat e muzikës, të daulleve dhe të mjeteve frymore që janë të veglave muzikore. Dhe thash, ç'është kjo? Sonte martohet filani dhe filani. Thash, kur u afrova pastaj, domethënë profeti Muhammed i bie të fikt ose bie si në gjumë. Dhe thot, nuk kuptova gjë, s'ngjova asgjë, vetëm kur më zgjoi dielli të nesërmen. Edhe kur u ktheva, më pyetën shokët e mi çfarë ndodhi. Tha, çfarë bëre domosdoshmë, si e kalove, si themi ne? Tha, asgjë, tha profeti Muhammed. Shkova aty, pyeta, ishte një dasëm, mirë po thot, nuk ngjova asgjë, pra kishte zënë gjumi deri në mëngjes, pra derisa e goditi dielli. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë tregon se Allahu azza wa xal është kujdes për profetin Muhammed më së miri në çdo aspekt, edhe në këtë çështje. Një ngjarje tjetër e rëndësishme në këtë periudhë të moshës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është edhe Harbul Fijjar. Betejë e Fijjarit është një betejë që ka ndodhur mes fisit të tij Quraysh dhe Kinane kundër dy fisëve të tjerë, pra që janë pranë Mekës, Qais dhe Ailan. Dihet që arabët në atë kohë, këto grindjet mes fisëve ishin pothuajse normale dhe ishin të shpeshta. Ata shpesh herë, domethënë, nëpër tregje ndodhishin grindje të tilla. Madje grindja mes tyre dy fisëve kishte ndodhur edhe vite më parë, por nuk kishte kaluar në luftë. Kurse këtë herë, pra, ajo kalon në luftë edhe në betejë. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte pranë me xhaxhallarët e tij dhe jo afronte atyre shigjetat. Pra u vran disa njerëz nga dy palët, pra, në këtë betejë, por në fund fare ato bën një pakt që ta ndalonin luftën edhe të shpaguanin gjakun atyre që ishin vrarë më shumë. Menjëherë pothuajse mas saj betejë ka ndodhur dhe një pakt apo marrëveshje shumë e rëndësishme
ndër banorët e Mekës. Pra sepse ishte normale që njerëzit u bëi padrejtësi, edhe ai që ishte i dobët nuk mund ta merrte hakun e tij, se ishte i pafuqishëm. Edhe kjo në shoqëri ku nuk sundon ligji, ku nuk sundon drejtësia, kështu ndodh. Edhe e tillë ishte edhe shoqëria e Mekasve. Por jo për gjithmonë, derisa bëhet kjo marrëveshje. Edhe shkak kishte sepse një nga banorët e Yemenit vjen dhe tregton mallra në Mekë, edhe një person i cili blen prej tij, domethënë, ja mohon, edhe nuk ja jep. Ai kërkon ndihmë tek fiset e Mekës, pra që t'i dalë në krah ta ndihmojnë që ai ta marr hakun e tij. Dhe kjo i shtyu, domethënë, parin e fiseve të Mekës, të cilët e kishin dëshirë ose shquheshin që t'ishin të ndershëm apo t'ishin fisnik, edhe pse jo t'ishin edhe të drejtë. Kështu që ata vendosën që të mblidhen në shtëpinë e Abdullah ibn Jud'an, pra fiset kryesore të Mekës, ku zotuan dhe dhanë besën njëri tjetrit se gjithmonë do t'jenë në krahun e atij që i bëhet padrejtësi në Mekë. Edhe do të qëndrojnë me të derisa ai ta marrë hakun e tij atë që i takon. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur flet për këtë marrëveshje të Mekasve thot, unë kam prezantuar në shtëpinë e Abdullah ibn Jud'an at-Tamimi një marrëveshje që nuk mund ta këmbej, thot atë, me devit më të mira. Pra, domethënë që e vlerësonte shumë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Madje thot edhe nëse thritem në Islam për një marrëveshje të tillë, do t'i përgjigjem. Pra, edhe që do të thot të qëndruajt në krah të atij që i bëhet padrejtësi, të ndihmosh të vobektin, të dobtin, dhe të jesh gjithmonë tek e vërteta, tek krahu i drejtësisë. Tregtia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Sham, kur ai mbushi moshën 25 vjeçare, edhe pasi që thamë ishte marr pak me ruajtjen e baktive të deleve, profeti Muhammed pastaj filloi, kur u rrit pak më shumë, filloi të merret edhe me tregti. Një nga gratë e Mekës, Khatija bint Khuwailid, që ishte një nga gratë më fisnike, po ishte edhe pasur, ajo me pasurinë e saj bënte tregti, pra duke i dhënë një pjesë të fitimeve personave nga Meka që merrnin përsipër, që punonin për të, pra duke ndarë fitimet, një pjesë fitimit me ta. Kështu që erdhi mundësia që t'ishte edhe profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam një prej atyre personave që do të bënte një marrëveshje të tillë dhe Khatija. Khatija, pra duke e pyetur për profetin Muhammed, për besnikërinë e tij, pra për fisnikërinë e tij, për drejtsinë e tij dhe për angazhimin e tij si person me virtyte, e zgjodhi që të ishte ai punëtori i saj, si më thonë. Dhe bashkë me të dërgoi dhe shërbëtorin e vet Meisara. Në këtë udhëtim në Sham, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam nxori në pah virtytet e tij, pra prej një njeriu besnik dhe të përkushtuar, edhe erdhi me fitime të mira dhe me begati të shumta në këtë tregti. Edhe kjo la ndikim tek Khatija radhiyallahu anha. Khatija ishte një grua shumë e lartë në Mekë. Pasi që i kishte vdekur i shoqi i saj, gjithë krerët e Mekës kishin çuar fjalë që të martoheshin me të. Por ajo deri tani nuk kishte pranuar. Duke parë pastaj profetin Muhammed dhe vërtytet dhe fjalët e bukura që i tha shërbëtori i saj, atëherë Khatija radhiyallahu anha i pëlqeu ky nivel dhe kjo sjellje e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe dërgoi, i çoi fjalë, pra një prej shoqeve të saj besnike, Nafisa bint Munabbih, e cila domthonë ja përmendi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë anim të Khatijës. Dhe ai pastaj mori xhaxhallarët e vet dhe shkoi tek familja e Khatijës, tek xhaxhallarët e Khatijës, dhe e kërkuan për martesë, kështu që pastaj u realizua kjo martesë e begat me Khatijën, me zonjën Khatija radhiyallahu anha, me të cilën profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaloi një pjesë shumë të madhe të jetës së tij, derisa ajo vdiq, edhe nuk ishte martuar me asnjë grua tjetër
në gjatë kësaj kohe vetëm me Khatixhen dhe të gjithë fëmijët e tij I pati prej Khatixhes radiallahu anha, përveç se një fëmijë që e pati me Marien e kopteve. Ngjarje tjetër e rëndësishme që ka ndodhur gjatë këtyre 40 viteve të jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është edhe rindërtimi I Qabes. Një herë në Mekë vërshuan shira të rrëmbyeshëm edhe rënuan Qaben, ranë muret e Qabes. Atëherë Mekasit u mblodhen, edhe pse ata ishin idhujtar vëllezër, duhet ta dimë se Qaben e kishin diçka të madhe. Qaben e njihnin të shenjtë dhe e dinin mirë, domthonë historikun e saj, se kush e ka ndërtuar edhe të gjitha. Edhe prandaj ngjarja e elefantit ishte e freskët për ta, se si Allahu Azza wa Jall arriti ta mbrojë Qaben nga Abraha, mbreti I Yemenit, që me ushtrinë me elefant donte ta shemte Qaben, dhe kjo ja pati shtuar akoma më shumë madhërimin e tyre për Qaben, për shtëpinë e Allahut Azza wa Jall. Kështu që ata vendosën ta rindërtojnë Qaben, siç ishte, por edhe më mirë po vendosën kusht që çdo gjë nga pasuria që do të përdornin në rindërtimin e Qabes të ishte e pastër. Të ishte pasuri e pastër, pra. Jo pasuri me kamat, jo pasuri prej prostitucionit, jo pasuri prej grabitjes, pra. Çdo gjë të ishte, si më thënë, pasuri halal, të ishte fituar me rrugë të ndershme, siç kënaqet Allahu Azza wa Jall. Edhe për këtë shkak ata nuk arritën që ta rindërtojnë Qaben të plot, por mbeti një vend aty që siç është sot një rreth që quhet Hijri Ismail. Gjatë rindërtimit të Qabes mori pjesë edhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I cili mbante gur, por edhe gjithë pra Mekasit morën, kush më shumë, kush më pak, morën pjesë me pasuritë e tyre, po dhe me vetët e tyre, deri kur ata arritën ta ndërtojnë gati 1,5 metër mbi tokë Qaben, arriti momenti që duhet vendosej aty në një qoshe guri I zi. Që dhe sot është I njohur guri I zi, I cili është një gur në qoshën e Qabes, edhe që është gur, siç ka thënë profeti Muhammed, që ka ardhur nga xheneti. Edhe kështu që arabët e dinin se ky gur domthon rëndësinë që kishte. Mbase nga një herë domthon I jepi njërsi më shumë se ç'duhej, si në këtë rast. Kur edhi puna që të vendosin këtë gur, ata për pak deshu vranë me njëri tjetrin. Sepse arabët e kishin huq që kujt I takon më shumë nami apo pozita e nderit. Edhe kjo domthon I çonte nga herë në luftra të kota. Kështu që ngelën për 4-5 ditë edhe nuk u ndal puna se kush do ta vendos. Derisa pastaj një nga Mekasit I sugjeroi, që është Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzumi, I tha që ai që do të vijë I pari në xhami, që do të vijë I pari në Qabe, atij t'ia besojmë e të gjykojmë mes nesh si të veprojmë pra me këtë çështje, me vendosjen e gurit. Edhe të nesërmën I pari që hyni, që erdhin në xhami në Qabe, ishte profeti Muhammed, dhe ata thanë, jemi të kënaqur me Muhamedit, ky është emini, ky është besniku. Pra ç't vendos ky e pranojmë. Atëherë profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam hoqi ridan e vet, hoqi të rrobën që e mante, pra si është si një peshqir, mund të themi, si një valencë, një cop, hoqi e vendosi, edhe pastaj vendosi mbi të gurin e zi dhe I tha krerëve të fisëve që ta kapin që të gjithë në një cep, pra që të quaj që të gjithë kanë marrë pjesë, pra jo një ka marrë tjetri s'ka marrë pjesë, që të gjithë kanë marrë pjesë në vendosjen e këtij guri, edhe kështu vepruan, e vendosën edhe u kënaqën me këtë vepër, edhe u mbyll kështu, si më thënë, një grindje e madhe që shkoi edhe në luftë mes fisëve të Mekës. Elusim Allahun Azza wa Jall me emrat e Tij të bukur, atributet e Tij të larta, na bëj prej besimtarëve të Tij të devotshëm, prej atyre që njihen mirë me historinë dhe jetën e më të zgjedhurit, më të dashurit të Allahut, profetit Muhammed. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tashmë mosha e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam po afronte tek 40.
Profeti Muhammed në gjithë jetën e tij kur nuk ju përul statujave, kur nuk pati frikë apo shpresë apo të adhuronte idhujt që adhuronin Mekasit, edhe pse ato ishin me shumicë aty, më shumë se 360 zota idhuj. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur nuk veproi veprime të ignorancës. Allahu azza wa jall e ruajti nga gjitha këto. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam megjithatë, edhe pse duke që ai ishte, domethënë, në hallin e vet, në punën e vet, në jetën e vet, ai as pak nuk ishte i kënaqur me gjendjen e popullit vet. Madje kjo e mundonte shumë. Pra e mundonte shumë kjo largësi e tyre nga Zoti, e mundonte shumë kjo gjendje e tyre jo e mirë, pra ky nivel kaq ulët në ignorancën e tyre të thellë. Edhe prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mas kësaj ngjarje, Allahu azza wa jall filloi ta nderonte me ëndra. Dhe ai shihte ëndra të sakta, ëndra të pastra, ëndra nga Allahu azza wa jall, të cilët dilnin si ai mëngjesi kur shkrepra. Pra dilnin si kur i shihte, ashtu i dilnin. Për të filluar, pra për të qenë kjo një, si më thënë, një fillim i hapave të parë të profecisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për cilën me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim në hutbet e ardhshme.